Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ndërsa paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nëse shohim në atë qasjen të cilën e ka Kurani ndaj problematikave të cilat janë në jetën e njeriu, të shohim se shariati gjithmonë e potencon kujdesin ndaj njeriu në aspektin si në aspektin fizik, po ashtu edhe në atë aspektin psikik ose në atë aspektin shpirtëror ose në atë aspektin i cili është aspekti imanor i njeriu. Pra gjithmonë shariati mundohet që njeriu ta ushqejë në çdo aspekt. Do të thonë e mbron njeriu shariati i Allahut, e mbron në aspektin fizik. Për shembull me format e nënshtrimit ose robërisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe vetë namazi është një formë me të cilën njeriu i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala. Haxhi, agjërimi, zekati, pra krejt janë forma në cilat njeriu pjesërisht në mënyrë fizike i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, nuk është e mjaftueshme vetëm kjo. Edhe aspekti shpirtëror është shumë i rëndësishëm. Aspekti i imanit është ekstrem i rëndësishëm që njeriu, domethënë, të ketë një farë balansi në jetën e tij. Domethënë, jo vetëm ta adhurojmë Allahun në aspektin e dukshëm, në aspektin material. Ashtu sikur se mundohen ta plotësojmë namazin ton në aspektin e dukshëm, ta bëjmë ruku, sejdë, mirë po edhe aspekti shpirtëror, domethënë, duhet të jetë në nivel. E jo vetëm mundohemi që pjesa e jashtme, pjesa materiale duket perfekt, ndërsa zemra domethënë në hall. Për këtë arsye shariati ka bën një farë balansi, edhe është për kujdes Allahu xhalla ala për ne, që të na tregojnë librin e tij që të ketë një farë balansi për kujdesjen materiale edhe për kujdesjen shpirtërore të njeriu. Çka është më e rëndësishme është edhe veprimi i veprave të mira, edhe largimi i gjunave. Faktikisht dini Allahut, feja Allahut subhanahu wa taala ka kufi. Kufijt janë halalet edhe haramet. Pra kufijt e fesë Allahut janë halalet edhe haramet. Veprimi i harameve në aspektin shariatik nuk ka vetëm dënim, për shembull, për disa krime, gjunahe, të cilat njëherët janë edhe krime, ka për shembull dënim kapital, ose dënim me kamxhik, ose dënim për shembull pa marrë parasysh çfarë krimi ka bë amoralitet, ka bë vrasje, domethënë për dënimi për vrasje, dënim me vdekje. Mirë po edhe në aspektin tjetër, edhe kur flasim edhe për gjunahe më të vogla, ka njeriu dënohet. Nëse nuk dënohet, për shembull në atë aspektin është gjuna i cili është i mshefët prej syve të njerëzve. Pra gjuna i fshehur, domethënë nuk është gjuna publik. Nëse bëhet fjalë për një gjuna i cili nuk është gjuna publik, ndoshta nuk ka dënim të paracaktuar prej shariatit që ai të mirret edhe dënohet prej anës gjykatës, mirë po ka ndonjë lloj të dënimit i cili është me të cilën dënohet edhe zemra e njeriu. Pra gjunohet e kanë këtë. Çdo gjuna i ka pasojat e veta. Pra çdo gjuna i ka pasojat e veta. Pasojat e gjunoheve zakonisht dënohet zemra. Mas pari dënohet edhe i nënshtrohet dënimeve zemra e njeriu. Pra për këtë arsye, cili është ilaçi i kësaj? Çfarë ilaçi përdorim ne për daljen prej kësaj belaje? Ka thënë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, thot se gjunohet janë smundje. Pendimi prej asaj është ilaçi i tyre. Pra gjunohet që kanë smundje, pendimi, pishmallëku prej gjunoheve është ilaç. Për këtë arsye shpesh njerëzit e ka bënë një vepër të keqe. Mbas asaj është pendu e ndjen një farë lehtësie në zemrën e vet. Pse? Pse ka hek dorë për një harami, për një gjunahi. Edhe Allahu ka thënë: "Wa yashfi sudura qaumi mu'minin", dhe Allahu i shëron gjoksat e besimtarve. Me çka? Pendim. Nëse njeriu pendohet, ndjen pishmallëk prej gjunave të cilët i ka bën, pra në këtë mënyrë shërohet gjoksi i njeriu. Po ashtu thot Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu. Thot pendimi çka është? Thot pendim është pishmallëk i zemrës, istikfar i gjuhës. Thanurit estakfirullah, kërkoj falje o Zot. Edhe mos të kthehet përsëri te ai gjunahi. Pra kjo është
Kjo është pendim. Mirë po, ka raste ose gjëra tjera të cilët Allah s.w.t. na ka lajmëruar në librin e tij. Thot Katadja, Kurani e tregon smundjen edhe ilaçin. Edhe thot se smundja janë gjunahet, ndërsa ilaçi pra është pendimi tek Allahu s.w.t. Nëse shohim në ajetet kuranore, ka një farë balansi në mes ajeteve të cilët janë shpresdhanse edhe ajeteve të cilët e përmendin dënimin. Pra gjithmonë shariati e përmendën nëse vepron këtë vepër e ke këtë shpërblim. Nëse vepron këtë krim e ke këtë dënim. Pra çdo herë ka balans mes kësaj edhe mes kësaj. Mirë po, Allahu s.w.t. ndoshta aspekti i mëshirës edhe i rahmetit Allahut ngadhnjen mbi hidhrimin e Allahut s.w.t. Pra, aspekti i rahmetit edhe mëshirës edhe faljes është më shumë, domethënë më i theksuar se sa aspekti i dënimit. Edhe ka thënë Allahu xhalala, "Wa rahmeti wasi'at kull shay." Rahmeti im ka përfshin çdo gjë. Pra rahmeti i Allahut subhanahu wa taala përfshin çdo gjë. Fillimi i ajetit, harrova ta përmendi. Thot Allah subhanahu wa taala, الذين إذا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. Kush bën ndonjë vepër të keqe ose i bën zullum vetes vet, thumma yastaghfirullah, më pastaj kërkon falje prej Allahut, e gjen Allahun falës edhe mëshirues. Pra Allahu i ka përmendur dy gjëra. Çka ka përmendur? Ka përmendur çështjen wa man ya'mal su, kush bën keq për juve. Au yadhlim nafsehu, do të thonë kush bën keq dikujt tjetër. Ose i bën zullum vetes vet, se gjunaja është zullum ndaj vetvetes. Kur bën njeriu gjuna, i ka bën zullum edhe i ka bën padrejtësi vetes vet. Thot, edhe thumma yastaghfirillah, më pastaj bën istighfar, kërkon falje prej Allahut. E gjen Allahun falës edhe mëshirues. Zaten kjo është një prej tre ajeteve të cilët dietarët, komentatorët e Kuranit kanë thënë, kjo është njëri prej ajeteve të cilët janë ajete më të mëshirshme. Edhe thot Allah subhanahu wa taala në ajetin tjetër, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Që do me thanë, dhe ata të cilët kur bëjnë amoralitet ose i bëjnë padrejtësi vetes vet, dhekërullah, e përmendin Allahun, edhe kërkojnë falje. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. A ka dikush i cili mund t'i falë gjunohet përveç Allahut? Pra përmendin amoraliteti. Pra përmendet fjala fahsha ose fahishe, çka përmendet edhe në popullatën tonë si shprehje. Përmendet amoraliteti edhe përmendet zullumi ndaj vetes. Më pastaj thot dhekërullah, ju kujtohet Allahu, ju përkujtohet Allahu. Ka bë zullum, i ka bë zullum padrejtësi vetes vet, ka bë gjuna ndaj dikujt. Dhekërullah, ju përkujtohet Allahu. Pra edhe një prej ishareteve pishmallëkut prej gjunave është e bësh gjunohin edhe të kujtohet Allahu. Çka bona? Çka bona? Ndoshta ka qenë njeriu në afekt. Kur themi në afekt, zakonisht janë ata të cilët përdorin barna ose mjete intoksikante. Çka themi është në afekt, nuk e di se çka bën. Një farë afekti ka edhe gjunohi. Për këtë arsye shpesh vrasje të cilët ndodhin. Ndodhin për shembull raste duke qenë gjak nxehet. Pse? Thot vallahi kur nervozohem tepër nuk e di se çka bëj. Edhe ndoshta vjen edhe deri te vrasja, ka qenë faktikisht në afekt. Ose e kam bizotruar ose ja kam mjegulluar mendjen edhe shejtani. Edhe çka ka bën? E ka bën një krim mas 5 minutave apo pishmon. Mirë po ndonjëherë zban edhe dobi edhe pishmallëku. Se krejt mas 5 minutave qetësohen. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka thot? Në hadith thot inna as-sabru fi as-sadmati al-ula. Sabri është në goditjen e parë. Pra sabri është në goditjen e parë, në atë momentin çka je godit atëherë, në atë momentin kur dikush ka ra me vetur, në atë momentin është sabri. Në atë momentin duhet ta ruajsh gojen tënde. Apo mas 5 minutave qetësohesh, a bëni gërvishtje e vogël, s'është punë e madhe. Mirë po, a jemi ne ato të cilët kemi me rrujt gjuhën në atë momente kur dikush na ka gërvisht veturën tonë ose kur dikush na ka ra, më thon pa dashje ose diçka.
Innama sabru fi sadmatil ula. Sabri, durimi pra është goditjen e parë. Mas një sahati krejt qetësohen, mirë po puna është nuk e ke marrë shpërblimin e sabrit, pra të durimit. Edhe thot Allah subhanahu wa taala: Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Që do të thonë, o ju robërit e mi të cilët e keni tepruar ndaj vetes tuaj me gjunahe, mos i pritni shpresat për mëshirës së Allahut, se Allahu i falën krejt gjunahet. Përmenden këtu në ajet dhunube xhemian, krejt gjunahet, pa përjashtim. Gjunahet mëdha edhe të vogla, vetëm një gjuna Allahu nuk e falën, shirkun. Ti bëjsh Allahut shok, Allah subhanahu wa taala nuk e falën, dhe kjo ka ardhur në ajet tjetër. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk fal që ti bëhet shirk atij. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Edhe fal këtë doj atë e cila është më e vogël se sa shirku. Pa marrë parasysh çfarë gjunahi, kur i shoh ndonjëherë trit, moshën e 20 ose 30, e kam bën këtë vepër, ose për veprat krime, gjunahe të cilët i ka bën të kaluarën, të cilët ndoshta Allahu ja ka mbulu. Edhe mirë është nëse Allahu ti ka mbulu, mbuloj edhe ti. S'ka nevojë ti publikosh. Thot abe hoxha atë kam bën atë punë, kam bën, s'ka nevojë as ta tregosh. Se ndoshta Allahu ta ka mbulu, u kri puna. Allahu është falës, Allahu është mëshirues. Allahu ka thonë inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i falën krejt gjunahet. Innahu huwal ghafurur rahim. Ai është falës edhe është mëshirues. Krejt i falen Allahu xhelal. Vetëm mos i bën Allahu shirk. Mos shko te Allahu me vepra të shirkut, sigurisht se për shembull është lënia e namazit, e cila është vepër tepër e keqe, edhe mos shko duke i bën shirk Allahu, duke i bën shok, duke i përshkruajt shok Allahu subhanahu wa taala, si miliarda njerëz i bëjnë shirk Allahu xhelal, mëngjes edhe mbrëmje. Thot Imam Neveviu, Allahu e mëshiroft. Robi thot, nëse gabon 100 herë ose 1000 herë, edhe pendohet, bëhet pishman për gjunohin që ka e ka bë, sërish i pranohet atij pendimi. Edhe nëse vazhdon në gjuno, edhe pendohet, vazhdon, e bën gjunohin, pra pendohet, e bën gjunohin, pendohet, thot kjo është problem. Mirë po, nëse e neglizhon pendimin edhe pishmallëkun, kjo është shkatrim. Pa marrë parasysh sa herë ke gabu. Dikush është ndoshta i varur prej disa gjunohave. Dikush për shembull është i varur prej alkoolit, ka varësi. Dikush ka varësi prej drogës. Dikush ka varësi prej pornografisë. Dikush ka varësi prej shikimit, s'mund ta përulë shikimin thjesht. Në varësi prej disa gjunohave. Sërish pendohet te Allahu. Edhe vazhdo me namaz. Jo vetëm vazhdo me namaz. Innal hasanata yudhibna as-sayyi'at, se veprat e mira kanë me shlyejt veprat e këqija, dhe Allahu ka garantuar për namazin. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazi ndalon prej amoralitetit edhe prej gjunohit. Vazhdo me namaz, pa marrë parasysh çfarë vepre ke bën, vazhdo me namaz edhe me pendim se inshallah me lejen e Allahut pra do rregullohet çështja. Pra Allahu nuk dëshiron që robi të veprojë një gjunoh edhe mos pendohet. Pra Allahu xhallahu ala e dëshiron prej neve pendimi. Edhe Allahu nuk dëshiron që robi të turprohet prej pendimit. Shumë ka mundësi që njeriu t'i vinë vezvese në kokën e vet, thot e bënave 100 herë kom bë, që gjunojnë prap, si të pendohen, vjen turp prej Allahut. Po duhet që njeriu të më thonë ta kiet këtë turpin, mirë po mos hiq dorë prej pendimit. Sërish pendohu, edhe nëse je dhe më thonë i sprovuar me ndonjë gjuna, i cili është gjuna për të cilit ndoshta edhe njeriu ka mundësi që të jetë i varur. Mirë po, këtu s'duhet me haruar edhe rolin e shejtanit, i cili luan rol në atë përditshmërinë tonë, në mënyrë direkte ose indirekte, me cytje, me vezvese, ose me mbizotrim të njeriut, ose ndjenjave të atij, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, qarkullon në trup sikur se qarkullon gjaku. Qarkullon në trupin tënd. Ka mundësi që të qarkulloj edhe çka, edhe ka mundësi që të shtyjnë të bëjsh vepra me të cilët Allah subhanahu wa taala pra nuk është i kënaqur. Edhe shejtani mund të thotë, as ke turp, sërish pendohesh, sa herë i ke bëj gjuna Allah, prap do pendohesh. A lojë është kjo? Me thonë mundohet që të dekurajoj prej pendimit. Pra kjo është një prej kurthave të cilët i ka shejtani. Sa kurtha ka? Ndonjëri prej neve i ka 20, është 20, 30, 40, 50. Mirë po përvojën të cilën e ka iblisi është 1000 vjeçare. Nuk ka pat punë vetëm me mentalitetin tem ose tëndin. Me thonë ka pat përvojë 1000 vjeçare në njohjen e mentalitetit njeriu.
Edhe për këtë arsye din domethënë si ta manipuloj njeriu. Thot Allah subhanahu wa taala në hadith i cili është hadith kutsi, transmetohet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot: "O biri i Ademit, nëse më vjen me gjunahe, sikur se kodrat edhe nuk më ke bën shirk, un kam me të ardh me çaq magfiret edhe falje." Gjunahe mdoja sa kodrat, si ke bën shirk Allahut, ke qenë falës i namazit, përgëzo se janë insha me lejen e Allahut do jesh për atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala ka me i fal. Mirë po pendimi, pishmallëku i ka disa kushte. Disa kushte i ka. Nuk është, më thonë, edhe ati ka disa rregulla. E para, si ta hetojmë se pishmallëku jonë është i pranuar apo nuk është i pranuar. E para, për të jetë pendimi i pranuar, pishmallëku duhet të jetë i sinqert. Mos jetë lojë. Mos jetë vetëm me gojë. Për shembull si zullumet kur bëhen ndaj njëri tjetrit. Dy shokë i bëjnë zullum njëri tjetrit, ose prindi i bën zullum e vladit, ose e vladi i bën zullum pa drejtësi prindit. Edhe dëshirojnë që të pajtohen, të normalizojnë muhabetet, ma bën halal, mirë, po vetëm fjalë goje. Vetëm fjalë goje. Pra nuk ka sinqeritet. Vetëm fjalë goje, vetëm qetësohen në muhabetet, edhe të normalizohet ajo përditshmëria. Mirë, po e dyta, prej kushteve të pendimit është të mundohesh të heqish dorë prej atij gjunahit. Jo vetëm pendohu prapë, ama në jetë e kam prapë do kthehem unë. Prapë do kthehem. Kjo pra është pra problematike, kjo tregon se nuk je serios në pishmallëk. Nuk ka seriozitet. E treta, i penduari nuk ka dëshirë më që të kthehet, edhe kjo është isharet, shenjë i pranimit të pendimit, pishmallëkut. Edhe i penduari obligohet që t'i ktheje hakin nëse ja ka marrë dikujt. Edhe kjo është një prej, e sidomos kur bëjmë me raportet ndërnjerëzore. Për shembull, dikush ka grabit pasurinë dikujt pa hak. Dikush e ka rreth, ose dikush, më thënë, ka grabit pasuri, ose ka grabit tokë, nëse dëshiron të pendohesh te Allahu, padyshim se duhet të kthehet ajo e cila është grabit. Është vjedh, ose është tokë, është grabit, pa marrë parasysh, duhet ai hak t'i kthehet atij personit, edhe kjo tregon se ki pendim pra i këtij që në ka i sinqert. Pse? Po tamam, unë ta kom marrë këtë tokë, mirë, po tash ta kthej. Edhe për mua s'ka qenë lehtë ta kthej një gjë të cilën e kom pat në pronën time 5 vite, 10 vite, 20 vite, mirë, po ja, ta kthej. Kjo tregon se ki pendimi i këtij pra është i sinqert. Më thënë lipja e halallëkut. Jo vetëm halallëkut, po të kthehet, nëse a bo zullum, përmirësohet zullumi i cili është bën. Mirë po, ne nuk e dim se Allah subhanahu wa taala na ka pranuar pendimin tonë apo s'na ka pranuar. Mirë po çka thash, edhe atë e përmenda edhe në fillim. Pra, ne si besimtar nuk e dim. Pishmallëku jo na ka qenë sinqert apo jo, mirë po gjithmonë thash duhet jemi mes asaj, mes frigës edhe mes shpresës. Kemi shpresë se inshallah Allah ma ka pranuar kët, edhe të ketë normal një farë doze të frigës. Se ndoshta Allahu, ndoshta s'është i kënaqur me mua, ndoshta Allahu s'ma ka fal mua këtë vepër të cilën e kam bën. Pra, mirë po edhe ka edhe disa isharete tjera, disa shenja tjera të cilët aludojnë se është pranu ky pendimi i këtij personit. E para është ta ndjejen veten e vet se është përmirësu. Pra ka bën një gjuna, ka bën një zullum, një padrejtësi, edhe pendohet prej asaj. Edhe shen veten e vet se mo nuk ja kthej asaj atij gjunait. Sa njerëz kanë qenë sprovuar me amoralitet, me kazino, me bastore, me lënjet namazit, e shef se kjo periudhë është kryma, është mbasmeje, nuk jam ai që kam qenë dikur. Te ne, nëse shkojsh për shembull, flas për atë mentalitetin e përgjithshëm në për xhamiat tona, kur hin për shembull dikush me atë biografinë e keqe për shembull, halli këtij ka met në xhami të vinje, a e di ki kush ka kon, a e di babe këtij, nane këtij kush kanë kon, jo vetëm për atë personin, po tash dhja qelim dosjen nanës, babës, gjyshit, stërgjyshit, line Allah ka qel derën e xhamisë, ka hin të falet. Kjo është padyshim se e hajrit edhe e dobishme, mos u merr me historinë e atij. Mos u merr me historinë e njerëzve. A e ka qel derën e xhamisë, i bien sejdë Allahut, elhamdulillah thuj, falendero Allahun. Elhamdulillah, s'ka nevojë që, po elhamdulillah çka qelcat e xhenetit nuk janë dorën tonë. Janë te Allahu xhelalu ala.
Se ne, mëshira jonë është e ngushtë. Abe halli këti, ose abe filani. Jo, Allahu Xhallahu Ala, pra ai është përgjegjës kujt ka me ia dhënë xhenetin edhe kujt ka me ia dhënë xhenemin, ndërsa ne gjithmonë ekziston ajo në zemrat e njerëzve, në gjoksat e njerëzve, filani ashtu, filani kështu. Kia për këtë kur njerëz s'ka pendim, për këta s'ka abe për këtë rahmet. Më thonë, kjo ajo retorika të cilën e ndëgjojmë, ose në për xhami, ose në për ndeje me njerëzit të cilët ndoshta janë, si me thonë, pak të cekët në dituri. Një shenjë tjetër është ndjej dhimbje në gjoksin e vet për gjunahet të cilët ai ka bën. Ndjej një farë pishmallëku, një farë dhimbje se çka ka bën në të kaluarën, ose pse më thonë, cilët janë ato shkaqet që janë çuar njeriu që ta bëj në këtë gjuna. Edhe ta shikoj veten e vet me si kritik. Ta kritikoj veten e vet. Mos dale përpara pasqyrës edhe ti thot mashallah ti je më i miri. Ti je më i miri, s'ka si ti. Shifin kush i kërkues falet. Ti je më i miri. S'ka nevojë ti. Më thonë, duhet që besimtari ta shoh veten e vet sa më i mangët se tjerët. Jo gjithmonë ta shef unë më thonë jam më superior se tjerët, unë e fali namaz, ai s'fal. Gjithmonë mundohu që vazhdimisht ti jesh në përmirësim me sipër. E jo vetëm të arish me përmirësim deri te një vijë edhe aty të ndalesh. Pra, kjo vlen edhe për jetën e përditshme. Nëse flasim për çështjet e dunjos. Për shembull, ka një dikush fakultet. Mbas fakultetit nuk mjaftohet, thot ta bëj një magjistraturë. Mbas asaj ta bëj një doktoraturë. Mbas asaj do hijem punë. Do hijem punë pak si Çirak. Mbas asaj jo, normal nuk mjaftohet. Nuk do të jetën Çirak, do të avancojë më lart. Gjithmonë ka synime më të larta, apo synime më të larta, sot kom me 700 euro, nesër ti bëj 1000, mbas asaj më thon diçka më lart, synimet për jetën e kësaj dunjaje janë të larta gjithmonë. Mirë po, për sa i përket raportit ton me Allahun Xhallahu Ala, për sa i përket përmirësimit ton si musliman, për sa i përket diturisë ton për fenë e Allahut, ku jemi ne me shfletimin e librave, ku jemi ne me shfletimin e librave të Allahut, mos t'i lëm libra të tjerë, hajta zon, sepse librat padyshim se janë të dobishëm. Mirë po, librin e Allahut kur e kemi hapur për sfundjar, a kemi synime ne të avancojmë, apo me udhëzim kemi mri deri te një pikë edhe mo asnjë hap ma t'i qe. Fatkeqësisht kom pa gjenerata dhe gjenerata 3 e 3-ja ka arrit deri te një vijë të udhëzimit edhe ofik. Do të thonë status quo. Status quo më shikim parë duket, mirë po brendia ibadetet e brendshme ndoshta nuk janë askundi, Allahu na përmirësoj gjendjen. Pra, prej shkaqeve tjera të cilët aludojnë se është pranu pendimi, është qortimi i vetes vet, po ashtu edhe ta kuptojmë se ne jemi të mangët. Ta kuptojmë se jemi të mangët. Për këtë arsye edhe njeriu kur mendon se është më i mirë prej tjerëve, nuk e ndjen veten pse të bëhen pishman valla. Jam i mirë unë. E kam këtë vepër edhe kam këtë vepër edhe nuk e ndjen, si më thon, nuk e ndjen nevojën për tu përmirësuar, po ashtu kanë përmendur dietarët edhe kanë thënë për qenë pishmalloku valit prej gjunaheve, duhet që gradualisht të hekish dorë prej atyre hapave të cilët çojnë deri te ai gjunahi. Sepse rrallë ka gjunahe të cilët janë gjuna vetëm me një hap edhe bish në gjuna. Një pjesë e madheve gjunaheve janë për të arritur deri te ai gjunahi gradualisht. Pra për të arritur deri te kazinoja i paraprin çka? I paraprin ato lojrat çka i luajnë në kafe me gurës, me send, më thonë, fillojnë prej aty. I vjen mirë të fitoje, për shembull, gjatë kur luan në mbrëmje, i vjen mirë të fitoje, dikush tjetër t'ja paguje kafen, po. Që ati nisën ngadal, më pastaj me sport, se janë më duket ato janë malirë, nuk e di si janë çmime, masandi, çka? Masandi te kazino. Ose gjenerata më e re, në kohën moderne, në kohën kur ekzistojnë rrjetet sociale, me cilën janë sprovuar çdo shtëpi. Çdo shtëpi e besimtarit të sprovuar me rrjetet sociale. Sidomos e rinia, të rritet dhe të reja. Çdo gjë fillon prej aty. Pëlqim i një fotografie, koment, muhabet, qele telefoni, jep dorën, një kafe, një çaj, një muhabet, pra nuk thot Allahu xhalala, wala tattabi'u khutuwati shaytan. Mos i paso hapat e shejtanit. Pra nuk është vetëm wala taqrabu zina, Allahu ka thënë. Mos ju afro zinas.
Nuk ka thënë mos e bën. Po, nëse Allahu ka thënë mos u afro, linë mo atë veprimin e asaj si vepër. Ka thënë Allahu xhelala wala tattabi'u khutuwati shaytan, mos i paso hapat e shejtanit, se nuk paska vetëm një hap. Për të ardhur deri te gjunahi, ka nevojë hapa të bëjë njeriu për të ardhur deri te gjunahi. Pra edhe një prej kushteve të pranimit të pishmallokut për gjunahit është që njeriu t'i lane këto hapat të cilët çojnë deri te ajo vepra e cila është vepër pra më e shëmtuar. Pra edhe përderisa pendimi ka shenja të cilët aludojnë, edhe mos pranimi i pendimit i ka shenjat e veta. E para është se s'ka vendosmëri lënien e gjunahit, pra nuk është i vendosur. Dënjëherë thot da boj, dënjëherë nuk e boj, nuk ka, si me thonë, një farë vendosmërie se kam e lanë këtë gjunahin. Nuk është si ajo, e dim krejt përmend çajetin. Wa qalu sami'na wa ata'na. Nuk e di se ka ndonjë musliman në përxhamia tona i cili nuk e kanë dëgjuar edhe nuk e din këtë ajetin. Wa qalu sami'na wa ata'na. Lexojnë në përxhamia tona çdo natë. Mirë, po çka kjo, çka do me thonë? Do me thonë kjo ajet edhe thanë dëgjuam edhe respektuam. Kjo, ndëgjohë edhe respektohë. Jo ndëgjohë edhe veprohë. Tamam, ndëgjohë edhe respektohë. Jo ndëgjohë edhe shkeli kufit e Allahut subhanahu wa taala. Prej shenjave mos pranimit të pendimit ose se ndjen rehati se është pranuar pendimi. Është shumë i rahatshëm. E ka bëu gjunahin me atë veten, është pendu edhe thot, abe 100% Allahu ma ka falë mu. Pra ndjen tepër rahati, edhe kjo rahati e tepër pra nuk është prej shenjave të mira. Ndërsa në realitet ndoshta pendimi i atij pra nuk është pranuar te Allahu subhanahu wa taala, po ashtu edhe ngurtësia e zemrës, kur njeriu ndjen veten e vet një farë ngurtësie, të cilën edhe Allahu xhallahu ala e ka përmendur në ajet kuranor, ka thënë thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Edhe më pastaj zemrat e tyre u ngurtësuan dhe u bën sikurse guri, madje edhe më të forta se sa guri. Edhe kur njeriu e ndjen në veten e vet se ka një farë ngurtësie në zemër, nuk është pra zemra e butë. Nuk ndjen kënaqësi në namaz, nuk ndjen kënaqësi në leximin e Kuranit, nuk ndjen kënaqësi në ibadete. Pra kjo tregon se njeriu ka ngurtësi në zemrën e vet. Po ashtu, mospatja vullnet për pendim është shenjë se Allahu vetë se ka filluar këtë personin ta dënojë. Dënimet e Allahut vetëm Allahu xhallahu ala i din se si ka mundësi të jenë. Ne presëm bien vetëm gurzi prej qielli. Nuk ka vetëm gurzi ose nuk ka vetëm puna e tërmetit. Lloj dënimesh ka. Një prej llojeve të dënime është Allahu mos të udhëzoje. Ti nuk e lipën udhëzimin e Allahut, Allahu të lën çashtu. Për arsye se për të udhëzuar njeriu duhet të bëjë sakrificë. Bëjmë sakrificë për parë, bëjmë sakrificë për shkollim, bëjmë sakrificë për familje. Po ku është me thonë sakrifica për ta mësuar fenë e Allahut? Ku është sakrifica për namaz? Sot për shembull xhumo, nxehet, ndoshta dikund ka qenë sakrificë ose edhe ajo, trish, ndoshta gjysore, nxefët, ose trish në gjunjë, ose ti shtipish pantallona në xhumo, padyshim se kjo është sakrificë, një sakrificë e vogël. Në krahasim me sakrificën që ndoshta dikush e bën në umet, shife sakrificën e muslimanëve në Gaza. Edhe ne qahena vallai nxehet, e klima mbi kokë, frin 23-20 ditë temperatura, ankohen valla shumë nxefat, jo bes udhët nuk i kemi të asfaltuar, ankohen me sende, ndërsa muslimanët ndoshta japin më të shtrenjtën, e sakrifikojnë më të shtrenjtën, edhe ne guxojmë, edhe kemi sy e ftyrë që ende të ankohemi pra sikurse disa ankohen sikurse ankohen gratë. Pra burrat arrin deri në atë shkallë sa që nuk ju ndalet goja me ankesa, vetëm ankohu edhe ankohu. Pra edhe kur të vijë kjo puna, kur të shkojë mendja te ankesa, shife gjendjen e muslimanëve në përgjithësi. Shife ata të cilët janë në Gaza, ose 2 milion muslimanë të cilët janë në kampet e përqendrimit në Kinë. Kush e din? 2 milion i kanë në Gaza, të cilët bombardohen edhe janë trethuar, po. 2 milion muslimanë i kanë në Kinë, në kampet përqendrimit. Gra, burra, fëmijë të cilët indoktrinohen me zort. Mazi e kanë sa në Gaza. Namaz nuk ka, shahadet nuk ka, spakti në Gaza të bombardohen edhe djeg, edhe vdesësh me shahadet. Në Kinë jo. Çdo ditë në sabat do i këndojsh ato këngat e komunizmit me cilët madhrohen idhujt atinve mushrikëve kines. Ende ma keq. Për këtë arsye ndonjëherë njeriu vllai duhet vallai me i pat parasysh se sende. Duhet që njeriu ta shikojë edhe rrethin përgjithësi.
ta shikojmë se ne, ndoshta nëse e shohim global, 80% e njerëzve çka jetojnë në botë nuk jetojnë, shtëpijat e tyre nuk janë pronë e tyre. Janë ose me qira ose sa thjesht pronë ati. 80% sipas një statistike që kam lexuar, 80% nuk e ka pronën e vet. Ne për shembull vendin ku jetojmë, e keni ka çit shtëpi, një ka çit banesë, e jot janë pronësi tënde. Në perëndim, shumica e banesave, pronave nuk janë në pronë. Në pronësi të atij personi. Pra nuk është shtëpia e atij, ai jeton, banon atij, mirë po nuk është pronësi e atij. Ose një pjesë, një përqindje e madhe e botës nuk kanë nesër çka do hanë. Atë çka e ka fituar sot e hanë. Nesër riski ri. Sikur se bilbilat. Bilbili, do të thonë, në mbrëmje vinë, edhe del në sabah, barku në zbrazët, edhe mbushet, edhe vinë një pjesë e madhe, miliarda njerëz jetojnë kështu. Nuk ka jetojnë një 2-3 milion çadje, një 5 milion çadje, vallai një pjesë e madhe e dunjos e kanë këtë si problematik. Pra, mospatja vullnet për pendim, pra është një shenjë se Allah xhalala ka mundësi që këtë njeriu që ta dënojnë ashtu sikur se Allah subhanahu taala din. Pak më thon, dënimi i Allahut ka mundësi, ne e dim vetëm dënimin në ahiret. Mirë, po çka dënimin në dunjë? Thot Allahu xhalala: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma." Edhe kush largohet prej dhikrit tim, më thon dhikr është feja komplet përgjithësi. Edhe kush largohet prej fesë time, Allahu thot, fa inna lahu ma'ishatan danka, ai ka me pat jetë trant. Wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma. Edhe ka me u ringjall në ditën e kiametit qor. Pra jetë dëvështirë në jetën e kësaj dunjaje, vazhdimisht me ankesa, kur një herë rahat, vazhdimisht me probleme, me depresion, me stres, me pakënaqësi në familje, pakënaqësi në udhë, pakënaqësi me shokët. Ka dënim më të madh sa kjo, që njeriu mos jetë i rahatshëm, ti ketë krejt kushtet. Sa njerëz thonë, vallahi kam krejt kushtet materiale, shtëpinë e mirë, banesë mirë, krejt i ka, mirë po thot, kam diçka një farë zbrastie, një farë boshllëkun brendin, nuk jam diçka i rahatshëm. Patjetër thot kam dal në gurbet, tu i pat, për shembull, ndoshta ja krejt kushtet, thot ja, nuk jam diçka rahat. Do dal diku jashtë. Se jashtë e ka me të bëra rahat, atje vetë mund t'i mbledhësh parët në drum lidhen. Më thanë, është një farë ideje e cila ekziston. Mirë po kjo vetëm do të boje eksperiment jetën e vetë. Ta provoj këtë, do në me thonë, ta plotësuje zemrën e vetë me diçka, edhe çdo herë mundohet edhe më, e ton jetë ati ka me qenë kërkim. Kërkimi i lumturisë, haron se lumturinë e ka namaz. Fale 5 vakte namaz, me përqendrim, vallahi do gjesh lumturi. Fale namazin. Krejt punët tjera do rregullohen. Krejt rregullohen. Nisja me namaz, krejt sende tjera me lejen e Allahut të rregullohen. Në rrugën e pendimit, pishmallokut për gjunave ka edhe disa pengesa. Pra cilat janë pengesat? Prej pengesave është mbështetja e tepërt në mëshirën e Allahut. Më thonë, po, mbështetemi te Allahu, mirë po, nuk duhet aq shumë të mbështetesh te mëshira e Allahut subhanahu taala. Si disa, bon gjunabe se do pendohem sa problem. Nuk ka gajle. E veproj këtë gjunojnë, pendohem, u kry puna. Si njani njerë, tha, hoqë tha, tatujat a lejohen, thash jo, dhe tatujat janë haram. Tha, ama, a bon të boj një tatu, ma sa një pendohem. Kjo është pak është një farë tradhtie edhe hile. Unë nuk, normal, ne nuk jemi prifta o gjallarët. Ne nuk ndërhim të pendimi i njeriut me Zotit. Ne nuk im në atë, më thanë, raporti me Zotit dhe me robit është raport direkt. Ne nuk im në atë, themi, ta ka pranu, s'ta pranu, Allahu në rujt. E vetëm i japëm disa direksione, parafërsisht mirë, po ajo që ka është me steje me Zotit tonë, ti e ma i ditur për punët e tua, më thanë. Edhe më thanë, këtë mënirë, a bon të pendohem, ma i së të bojnë, më thanë, kjo të ngjele. Më thanë, e theri ose shenja e gjunojt ka me mbet, pendimi, mirë po problema është se është i sinqerta e pendimi, se njeriu e bën pra me qëllim, nuk flas për të vëllezërit tonë, cilët ka me qindra edhe me mia vëllezër, të cilët kanë qenë në ignorancë, kanë pa tatuje, më pastaj i kanë trashëguar në Islam edhe a shpendu prej asaj, u kri puna. E taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i penduari prej gjunojt ose sikur se mos me pa gjuna.
as nuk I shikojmë me sy, domethënë ti nënçmojmë as se si. Janë vëllezërit tonë të cilët janë sprovu dikur me një gjuna, edhe sot janë inshallah me lejen e Allahut, sikur se mos me pa gjuna. Ndërsa Allahu xhela ala thot: "Wad'uhu khawfan wa tama'a." Edhe lutni ata, pra lutni Allahun me frikë edhe me shpresë. Pra lutë Allahun gjithmonë me frikë edhe me shpresë. Edhe thot Allahu xhela ala: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim." Njoftojo Muhammed pra robrit e mi se unë jam falësi dhe mëshiruesi. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Edhe se azabi jem, dënimi jem është dënimi I dhëmshëm. Pra përmendet mëshira e Allahut, falja e Allahut edhe përmendet nga ana tjetër edhe dënimi I Allahut subhanahu wa taala. Një tjetër pengesë çka e pengon njeriu prej pendimit është nënvlerësimi I gjunaheve. Nënvlerësimi I gjunaheve, e cila është problematik veti. Disa kur e bëjnë një gjuna, thonë abe se gjuna I vogël. Sidomos e kam hetu një gjë te ata të cilët janë praktikues të fesë. Kur e bëjnë një gjuna, abe ose se nuk është gjuna I madh, gjuna I vogël është. S'pakti s'kom bë kufër, s'kom bë shirk, thot. Gjuna është thjesht. Domethënë tamam. Problematike është se tek disa të cilët janë me udhëzim ndoshta edhe udhëzimi I rrejshëm flasin këtë mënyrë. Ta nënçmoje gjunahin, ta nënvlerësoje gjunahin, edhe pse tamam, ka gjunaj të vogla dhe ka gjunaj të mëdha. Mirë po s'pakti mos e nënvlerëso. Mos e nënvlerëso gjunahin. Kanë thënë dietarët, mos e nënvlerëso gjunahin mos e nënvlerëso gjunahin e vogël, sepse edhe kodrat janë të bëme prej guralecave të vogla. Një guralec domethënë bëhet kodër. Mos e nënvlerëso një shkëndije, apo një shkëndije e vogël. Për një shkëndije një mal ndizet, apo. Mos e nënvlerëso, se ndoshta një gjuna bëhet shkak, çka njeriu domethënë e çon atë njeriu në devijim edhe në kufër. Pa një gjuna, me gjuna e nisën devijimi. Më pastaj nisën me moralitet, më pastaj mas 3-4 muajve ose 1 vjeti, 2 vjeti, a bëhet edhe lanës I namazit. A ka shembuj, ka plot shembuj të cilët I kemi pa, Allahu na ruaj pra. Po ashtu disa prej njerëzve vetë mashtrohen me vepra të mira. Ka vepra të mira të cilët I ka bën. Edhe e mashtrohen veten e vet, apo se unë gjithë ato vepra të mira I kam një gjë, s'ka mundësi të më dëmtoje çat shumë. Pra ose I thot vetes vet, apo s'ka nevojë të pendohesh prej sicillit gjuna të vogël të cilin e ke bën, ose s'ka nevojë kur e ke gjitha të sart vepra të mira, pse të pendohesh, ose s'ka nevojë të pendohesh sepse veprat e mira janë shumë më të mëdha se sa kjo vepër e vogël të cilën ti e ke bën. Edhe ka njerëz të cilët shejtani pra I mashtron ose argumentojnë me kader, me caktimin e Allahut. Hoxha ka qenë kaderi I Allahut ta bëja gjunojnë. Arsyetohet me këtë, ndërsa njeriu është I lirë në veprime. Po, caktimi I Allahut është, mirë po Allahut ka lënë të lirë. Ka dhënë mundësi, ta ka treguar rrugën e drejtë, edhe ta ka treguar rrugën e shtremët. Ti I cili e zgjedhën. Allahu nuk detyron. Allahu të ka treguar cila është udha e drejtë edhe cila është udha e shtremët. Ti I cili e zgjedhën. Ndërsa ka njerëz të cilët shejtani pra ju hin atyre nga një derë tjetër. Ajo është u humban shpresat prej mëshirës së Allahut. E ky rast ndodhen te njerëzit të cilët janë të cekët në dituri fetare. Ka shumë prej njerëzve ka pat raste kur I thuaj dëna pse s'fillosh me namaz? Hoxha, unë çaq kam vepra të këqija, saqë Allahu kur njerëz mi fal ato të cilët I kanë bën. E kjo është mashtrimi I madh I shejtanit. Zaten edhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë qenë gjithë të cilët e kanë pat të ndriçuar edhe të ndritshme edhe të lavdishme historinë e tyre. Mirë po ka ardhur Islami, si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el islami yajubu ma qablahu. Islami I shlyen ato që kanë qenë më herët. Ti nisja me namaz, me lejen e Allahut do fshihen krejt gjunahet të cilët pra I ke bën. Disa argumentojnë edhe thonë, vallahi rront është qëndrojsh në fe. Thos s'mund pendohem se duhet t'ju përmbahem shumë rregullave. Më thonë për arsye se është mësuar që jetën e vet ta çoj si don lezet I vet, epshet e veta, pasionet e veta, dëshirat e veta, si do ashtu e çon jetën e vet. Pra nuk është mësuar që ta ketë një farë rrugë të cilën ai ka me ecë në pranë jetën e përditshme dhe argumentohet thotë vallahi rrontosh. A be rrontosh thonë shkosh në xhami ose rrontosh fare 5 vakte namaz, a be rrontosh marrësh abdes. Ose rronti agjërosh 30 ditë. Ndërsa nga ana tjetër, po çdo gjë është rront në jetë. Të punojsh 8 saat ose 12 saat është rront. Studiojsh
është rëndë, nuk është lehtë. Mirë po kur flasim te puna, në fund të muajit e merrat, shpërblimin edhe i zbutet krejt ajo ankesa të cilën ai ka pat. Ndërsa këtu nuk i shef ato sevapet kur të bohen, edhe thot abesis, është rëndë, po çdo gjë në jetë është rëndë. Këto ma plesh të ne thujnë, edhe ta është buk është rëndë. Me kësë pajtohem. Mirë po, ekzistojnë edhe ajo ideja se ka njerëz të cilët thonë kjo rëndë, mirë po, kur është çështja, kur merr shpërblim, merr pare ose merr diplom, atëherë krejt kjo pra i zbutet i personit. Pra këto inshallah do ta përfundojmë. Ligjeratën lutim Allahun xhala ala që ta përmirësoj gjendjen tonë, ta bëj për atyre të cilët pendohen edhe të cilët ndjejnë pishmallëk për veprat e tyre dhe padyshim se gjithë ne jemi gabimtar, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjithë bijtë Ademit janë gabimtar, ndërsa gabimtarët më të mirë janë ata të cilët pendohen te Allahu xhala ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.